Shkurtë Fejza ndan fotografi romantike me bashkëshortin. Dashuria e vërtet i mbijeton çdo stuhje. Artistja legjendare e muzikës popullore, Shkurtë Fejza, ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një sër fotografi shprekse nga vendlindja e saj, Mushtishti, ku shihet pranë bashkëshortit të saj të jetës, Hajru Shkurtit. Në sfondin e gjelbërimit, shtëpive të gurta dhe qetësisë së natyrës, çifti duket i përqafuar jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, një harmoni që vjen si rezultat i dekadave të kaluara bashk, përmes sfidave, dhimbjeve, dashurisë dhe fitores mbi gjithçka. Këto fotografi nuk janë thjesht momente romantike, por dëshmi e një lidhjeje të rrallë që i ka rezistuar kohës, zhurmës publike dhe sprovave personale. Prej vitesh, Shkurtë Fejza dhe Hajru Shkurti janë ndër çiftet më të dashura dhe më të respektuara në jetën publike shqiptare, jo vetëm për kontributin e tyre në art e kulturë, por edhe për mënyrën dinjitoze me të cilën kanë ruajtur privatësinë, familjen dhe vlera kombëtare. Por pas kësaj dashurie të pastër fshihen kapituj që nuk kanë qenë gjithmonë të lehtë. Shkurta është përballur me sulme të padrejta publike, ndër më të bujshmet prej të cilave ato nga Hoxha Shefshe Krasniqi, që patën në shënjestër figurën e saj si grua dhe si artiste. Këto komente nxitën reagime të shumta dhe solidaritet të madh nga publiku shqiptar, që gjithmonë e ka mbështetur dhe e ka mbajtur në zemër Shkurtën për vokalin, qëndresën dhe përfaqësimin dinjitos të vlerave shqiptare. Sikur të mos mjaftonte kjo, një tjetër goditje erdhi në jetën e saj personale, një aksident i rënd që pësoi bashkëshorti i saj, Hajrushi. Ajo periudhë solli shumë ankth dhe pasiguri, por Shkurta qëndroi si mal për krah tij, duke mos lejuar asnjë moment që dashuria dhe besimi të lëkunden. Me durim, përkushtim dhe forcë shpirtërore, ata e kaluan edhe këtë betejë së bashku. Sot, ata janë një simbol i dashurisë së qëndrueshme. Fotografitë e publikuara këtë fundjavë nga Mushtishti nuk janë vetëm nostalgji për rënjet, por edhe një mesazh i fuqishëm për publikun. Dashuria e vërtet nuk është perfekte, por ajo mbijeton gjithçka për çmimin fatkeqësitë dhe dhimbjen. Në një kohë ku marrëdhëniet shpesh treten për arsye të vogla, Shkurta dhe Hajrushi dëshmojnë se lidhjet e vërteta ndërtohen me durim, respekt dhe një përkushtim të përditshëm. E sot, në vendlindjen që i bashkoi që në rini, ata reflektojnë jo vetëm dashurinë për njëri tjetrin, por edhe për tokën që i rriti, për gjuhën që e kënduan dhe për popullin që gjithmonë i ka mbajtur afër zemrës. Ky është një rrëfim që nuk kërkon fjalë të mëdha, mjafton të shikosh sytë e tyre, kur janë pranë njëri tjetrit për të kuptuar gjithçka. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!